Janë afishuar për herë të tretë listat e zgjedhësve për Bashkinë Përmet, kjo për shkak edhe të ndryshimeve të bëra të regjistrimit të emigrantëve në platformën PER. Sipas përgjegjës së gjendjes civile, Violanda Lipe, Bashkia e Përmetit ka në total 7.914 zgjedhës dhe 9 qendra votimi. Bashkinë Përmet janë afishuar në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore, që jemi 4 njësi të Bashkisë Përmet, qyteti Përmet, njësia administrative Çarçov, njësia administrative Petra, njësia administrative Piskov. Është hera e tretë, listat I keni të shpallura. Qyteti Përmeti ka 9 qendra votimi, me një numër zgjedhës 7.914. Nënpunësit e gjendjes civile po bëjnë përgatitjet e afishimit të listave të reja me ndryshimet përkatëse. Ata kërkojnë nga ana e votuesve që të verifikojnë emrat e tyre në listat e zgjedhësve. Nuk ka ardhur asnjë qytetar që të ketë probleme që nuk gjen emrin apo që nuk I ka të sakta generalitetet ose diçka tjetër që e mendojnë që nuk shkon mirë. U bëj thirrje qytetarëve që të kontrollojnë listat që janë të shpallura, që të jenë ditën e votimit të sigurt për votim. Ndërkohë, të gjithë qytetarët që kanë të drejtë vote mund të verifikojnë emrat e tyre në listat zgjedhore të afishuara pranë bashkisë ose njësive administrative përkatëse.